Drejtoria për Kulturën dhe Sport në komunën e Pejës në një ceremoni solemne shpalli sportistët e vitit 2015. Çmimet për vepër jetësore ju ndanë Feta Musës, Shqyqri Gashit dhe Zjadin Ramës. Çmimi për punëtorin sportiv ju nda Izedin Zekës, ai i trajnerit të vitit ju nda Driton Kukës, ndërsa çmimi i klubit të vitit ju nda klubit të judës Ipon. Klubet e dalluara për vitin 2015 ishin klubi i basketbollit Peja, klubi i handbollit Besa Familja dhe klubi i basketbollit Penza, të cilat i ndau kampionja botërore në judo Majlinda Kelmendi. Mirënjohjet për sportistët në perspektivë u takuan Artan Kuçit, Adve Deliajt, Ardi Popovcit, Aja Broçit, Alen Soktić, Ilka Berishës dhe Donat Sheqerolli. Ndërsa sportistët më të dalluar të vitit 2015 u shpallën Ardi Delia, Distrije Krasniqi, Edman Zepi, Eron Buri, Egzon Zhuka, Lorent Papuqi, Shpëtim Shala, Valbona Bytyqi, Dalmir Bytyqi dhe Bisar Alimehaj. Epiteti i sportistit të vitit i takoi reprezentuesës së Kosovës, e cila në vitin 2015 fitoi medaljen e lojrat olimpike evropiane në Baku, zonjufshës Nora Gjakova. Tash është bo privilegj me qenë sportistja më e mire Pejës, sepse po shihet që sportistët çdo vit më shumë po kanë suksese më të mëdha. Unë si gjithmonë asnjëherë nuk do të lodhem të falenderoj trajnerin tim Driton Kuka, familjen time për mbështetjen e pakufishme, si dhe gjithë juve që keni kontribuar në çfarëdo mënyrë në arritjen e sukseseve të mia. Faleminderit.